Përshëndetje të mirë dhe mi, kudo që jeni. Përshëndetje yje, përshëndetje dritat e mia, kudo që jeni, apo zemrat e mia, apo shpirtrat e mi. Ju uroj netaroj një mbrëmje shumë të bukur ose një dëgjim të këndshëm, kudo që të jeni. Me këtë hënë të plot, kemi shumë gjëra të bukura, por këtu jemi për shenjat e ajrit dhe disa kapituj po mbyllen, jo vetëm për ju shenjat e ajrit, por për të gjitha shenjat. Bëhet një mbyllje kapitush me të vjetrën dhe fillojmë një cikël të ri në jetën tonë në të gjitha fushat, si nga ana materiale, si nga ana shpirtërore. Këtu jemi për binjakët, për peshoren dhe ujorin. Të shikojmë me radhë tani çdo letër një nga një se çfarë do na sjell për 3 shenjat. Por mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme. Ti mund të jesh dhe shenja e gafores apo e peshkut apo e dashit, por ka ascendentin hënën apo diellin në shenjën e binjakëve të peshores apo të ujorit. Dhe fillojmë, shisa bukur që jeni, kemi 6 kupat, 6 kupat më tregojnë që jeni ulur në një fushë me lule, ku ke edhe një fëmijë pranë, atë fëmijën e brendshëm tëndin. Shikoj që ju jeni rrethuar nga lulkuqet, jeni rrethuar nga lulet e tulipanit, jeni rrethuar nga fluturat, të cilat përfaqësojnë në kujtime shumë të bukura nga e shkuara, po dhe lumturi, sepse po reflekton mbi të kaluarën. Dhe kjo është që ju jeni duke mbyllur një kapitull në jetën tuaj me 6 kupat. Shikojmë që lulet janë një lulëzim shumë i bukur. Keni filluar të ndërroni për jetën tuaj dhe po shikojmë që po rrshqasin disa gjëra në jetën tuaj dhe qielli mbrapa shpatullave tua është i kaltër, pavarësisht se ka dhe disa re të vogla të bardha, por ngjyra bojqielli na simbolizon qetësinë dhe paqen me veten tonë. Do me thënë që ju keni gjetur emocionet tuaja brenda vetes tuaj dhe keni lënë një të shkuar. Kjo letër tregon shumë gjëra pozitive, tregon nostalgjin, tregon ëndrat, vëmendjet që kërkon nga një person. Shikoj që ju këtë moment jeni pothuajse në një skenë, ose jeni duke thurur disa mendime, por lulet që keni rreth rrotull pranë vetes tregojnë lulëzim të plot dhe shikojmë që kjo ndodh shumë rrallë në jetën tuaj, ndodh shumë rrallë, sidomos në shenjat e ajrit. Kujtimet i keni zakonisht shumë të forta dhe me mendjen tuaj jetoni kohën reale, kohën që ke kapur veten tënde dhe zakonisht jeton me të kaluarën, me dhimbjen apo me dëshpërimin që ke brenda vetes tënde. Shikoj që duhet të heqësh nga mendja betejat e shkuara dhe të bësh veten tënde të lumtur. Nga ana tjetër do të thosha që në situatat që po u vinë në 3 muaj të ardhshëm, se ky parashikim është për 3 muaj të ardhshëm, për shenjat e ajrit, tregojnë që ju keni kujtesë dhe betejat me të shkuarën. Do të thotë që do mbyllin disa gjëra me të shkuarën, ose do heqësh ti, do vendosësh ti të heqësh dorë njëherë për gjithmonë nga e shkuara. 6 kupat shpeshherë referojnë emocioneve të vazhdueshme, lumturisë, marrëdhënieve që keni me të kaluarën, dhe këtu shikoj me 6 kupat mund të kemi dhe një rikthim dhe këtë moment është momenti të përdorësh, që është një kohë shumë e bukur, është pranvera që çelin lulet, çelin lulkuqet, siç e thash pak më parë, dhe gjërat të ndryshojnë në marrëdhëniet tuaja. Këto kohë duhet të falësh, të përpunosh faljen, të përpunosh veten dhe mos jetosh me të djeshmen. Këto kohë, këtë 3 mujor do të ndikojnë shumë kujtimet e vjetra dhe do mundohesh të jetosh me të tashmen. Por me sa shikojmë që ju keni shumë vëmendje dhe kërkoni diçka nga e shkuara që t'u rikthehet. Ke 9 monedat më tregojnë që je ulur në piknik, po e shijon, ke kokrat e rushit në gojën tënde, lulet e diellit. Shikoj që je në shoqërinë e diellit këtë moment. Shikoj që edhe lulja e diellit këtë moment përfaqëson gëzimin tënd, diçka e bukur do të ndodhë këtë 3 mujor.
si nga ana financiare dhe si nga ana shpirtërore, të jep sigurinë e fortë, por dhe fustani është në ngjyrë të artë, në ngjyrën e diellit, sepse shenjat e tokës këtë moment që është bricjapi, demja apo vigjiresha, shikoj që do të japin një energji shumë të bukur këtë moment dhe do të japin atë sigurinë financiare. Shikoj që je duke përshpëritur me veten tënde dhe duke i folur, po ta shikoni jeni duke i folur rushit me veten tuaj të fjalët tuaja magjike, po përshpërit të mirat që Zoti të ka sjell dhe shikoj që rushi është i ëmbël dhe ti thua me veten tënde që po i marr erë këtë moment të rushit që të ndjej suksesin e punës time. Do me thënë që ky cikël i bollokut që në 9 kupat, shikoj që është drejt përfundimit. Duhet të marrësh frymë thellë dhe ta shijosh atë që ti ke bërë deri më sot. Është një kohë shumë e bukur, është një kohë shumë e begat, e ndërtuar me sakrificë. Ke kaluar shumë siklet në të shkuarën, shikoj që ke qenë në një marrëdhënie toksike dhe tani ka ardhur momenti të shijosh atë paqen me veten tënde. Kjo është një kohë që duhet shijuar diçka e bukur, disa nga ju mund të bëjnë një udhëtim fizik, ose mund të jetë një udhëtim shpirtëror, por unë shikoj që do arrish në qëllimet e tua. Shikoj që diçka e shpejtë do jetë, sepse shikoj që të ka ardhur dhe 8 kupat. 8 kupat më tregojnë që ti tani po bën diçka të bukur me veten tënde, je gati dhe shikoj që ky udhëtim është udhëtimi i jetës tënde, është një udhëtim drejt dashurisë, është një udhëtim që përfaqëson që ti në ana e dashurisë ke marrë shumë mësime dhe këto mësime i ke vënë në domethënë ke vite që po i mëson dhe po i vë drejt asaj që ti ke kërkuar drejt udhëtimit të jetës tënde dhe shikoj që kërkon të bësh një udhëtim si nga ana shpirtërore, por dhe fizikisht. Lëre bagazhet, nuk ke nevojë për bagazhe, ke nevojë për emocione dhe të hapësh një rrugë të re në jetën tënde. Ndoshta disa nga ju mund të kenë humbur partnerin e tyre, domethënë mund të kemi një ndarje, sepse tu shikoj që këto 3 muaj ti do punosh shumë me veten tënde, mund të kesh kaluar një divorc, mund të kesh kaluar një person që ka qenë i smur apo është larguar nga jeta, varet çfarë do përjetoni në të ardhmen, por unë këtu shikoj që ti ndoshta do që të plotësosh ato gjërat e humbura të tuat, do që ti plotësosh përsëri. Disa nga ju kërkojnë anën e punës së tyre, universi kërkon që të kthehesh atje ku ti ke nevojë. Shikoj që ju keni të bëni me shenjat e ujit këtë moment, sepse shumë shenja uji keni në jetën tuaj. Mund të kesh gaforen, akrepin dhe peshkun. Shikoj që ke dëshirë për këto 3 shenja të ndryshosh disa gjëra dhe të kthehesh përsëri atje ku ke qenë në ujë gjithmonë. Njerëzit të vënë në ujë gjithmonë dhe këtu shikoj që ti do bësh një udhëtim me ujë. Disa nga ju do bëjnë udhëtim, ose do kalojnë mbi oqeane, ose do kalojnë brenda në ujë me anije. Por gjithmonë universi do të bëj ty të bësh një kthes shumë të fortë në të ardhmen tënde dhe të mbushesh me dashurinë, sepse diçka po të pret. Okej, diçka po të pret. Ti je i denjë për ta rifituar dashurinë, je i denjë për të fituar lumturinë dhe medito sepse është diçka që ti e pengon këtë moment. Medito të vijë ajo hapja e bollokut. Dhe përse po e rezervon këtë dashuri, kujt po ja rezervon këtë dashuri, jepja përsëri atij personi që ti e ke rezervuar. Unë shikoj që ti ke marrë shumë mësime, këto mësime të kanë vlerësuar shumë për të ardhmen tënde dhe shikoj që ti ke nevojë për ndryshime të forta në jetën tënde, sidomos të bësh ndryshime në jetë, sepse këtu shikojmë që 8 kupat të kanë dhënë shumë energji, shumë fuqi, por shikojmë që ke letrën e princit të kupës, që më tregon një energji shumë të bukur këtë moment ky person, më tregon që
po mban një kupë në dorë, tër gëzim, tër lumturi, shikoj si vrapon drejt teje, është një kalorës shumë i bukur, por duhet të bësh kujdes me këtë person, sepse ky person vërtet kërkon dashurinë e tij, por nga ana tjetër ky person nuk ka litar. Ke parasysh, nuk mund ta kapësh dot. Ai vjen një moment dhe ikën sepse është një person që udhëton vazhdimisht dhe është në kërkim të asaj që në kërkim të dashurisë së vërtet. Tani, ky e shikoj që kërkon ta udhëheqë udhëtimin e tij, rrugën e tij, por kali është veshur me ngjyra të bukura që përfaqëson emocione, trëndafilat, kuq, kjo pelerina ngjyrë blu, boqelli i universit. Por për ta shikojmë këtu kemi edhe disa lule nga universi. Ky është impulsiv dhe shumë i vrrullshëm, është shumë person që ka të egoizmin e tia. Ti e di më mirë nga unë sepse e njeh, por ky person ka gjithmonë një anë të keqe të vet. Okej? Dhe megjithatë kjo letër na tregon që ti duhet të ngadalësosh disa gjëra, mos nxitosh erdhi ky në jetën tënde, ose u rikthye ky në jetën tënde dhe ti të marrësh një vendim të shpejtë. Jo, duhet të marrësh shkallë vendimet, të qetësohesh, sepse është shpirti jot që ngadalësohet her pas here dhe këtu shikoj që ky kërkon një lidhje, por ky kërkon një lidhje që të kënaqë veten e tija, pasionin e tija që po kalon në rrugën tënde dhe është i gëzuar që po kalon në rrugën tënde, por nga ana tjetër shikoj që ti kërkon një marrëdhënie ti që edhe ai ti jetë i dashuruar me ty, po edhe ti me të. Dhe këtu shikoj që ky person është i nxituar në marrëdhënie dhe është një person që është nga e kaluara. Keni një rikthim ju shenjat e ajrit. Dhe ky person me sa e shikoj unë ti duhet të bësh kujdes. Ky do të shesë romantizma, do të shesë fjalë të mira, do të shesë një rrugë që dua një marrëdhënie, të kemi një familje, të kemi do me thënë ti ta ndjekësh këtë person në rrugën që ky kërkon. Nuk e di a je ti ajo që do ta ndjekësh apo jo, por me sa shikojmë këtu, shikoj që për mendimin tim duhet të bësh kujdes me këtë njeri. Okej? Sepse ky njeri nuk di ku është për veten e vet, nuk di ku është nuk di ku është mendërisht, okay? Dhe këtu shikojmë që kemi dhe letrën e budallait, një person i bukur, shikoj që letra e budallait të bën një thirrje të bësh kujdes në lidhje me personin që kishe këtu. Shikoj që ti e beson shumë këtë person, por duhet të besosh veten tënde sepse kjo është jeta jote dhe është një mundësi në jetën tënde që po të jepet këtë moment nga universi. Është një mundësi që ti duhet i besosh vetes tënde pavarësisht se ai të thotë që ti je budalla, sepse kjo është letra e budallait, të thotë që ti je budalla, nuk mund të arrish dot të mendosh kaq shumë gjëra, dhe ti nga ana tjetër thuaj që unë në të gjitha anët jam një person që di se çfarë shikoj. Okej? Ti nuk e ndjen veten budalla, po ndjen një njerëz të lumtur që kërkon të hedhë hapa të rinj në jetë, kërkon të përfaqësosh një fillim të ri në jetën tënde, shikon nga qielli duke besuar në Zot, ndërsa bën një thirrje të fortë drejt drejtimit të ëndrave të tua dhe lutesh për ëndrat e tua, dhe jeni një fushë të jetës tënde që ti e ke kërkuar vazhdimisht këtë fuqi të energjive këtu. Dhe do të thosha që çdo gjë e ke ti në dorë. Çdo gjë e ke ti në dorë. Pse po e themi këtë gjë? Sepse në jetën ti ke kërkuar shumë gjëra dhe në të cilën gjë që kërkon tani universi do të jap një fillim të ri. Do apo s'do ti, por ti duhet të bësh kujdes me këtë personin këtu sepse kalorësit po të sjell shumë probleme. Vazhdojmë me tre shkopintë, shikojmë që ti je duke ecur përpara, këtu ke një fillim të ri duke ngjitur shkallët e jetës tënde. Është një zgjidhje jotja kjo nga ana shpirtërore, shikoj që ti ke filluar, disa nga ju kanë filluar këtë fillimin e ri, je gati për të ngjitur shkallët dhe të hapësh një derë të re për ëndra të reja. Shikoj që është një derë e fortë që tregon të ardhmen tënde dhe duhet të ngjitësh këto shkallët këtu rreth kësaj dhe të arrish te kjo dera e bukur aty që ka një dritë. Shikoj që zjarri i pasionit këtë moment po të shtyn tek emocionet, por nga që ke dhe këtë personin që është energjia e ujit, okay?
ty të fut frikën. Nuk e ke do që të hedhësh hapa, po dhe ke dhe frikë, sepse po ta shikojmë 3 shkopinjt, prap këtu tregon që kemi pak energji uji këtu. Pavarësisht se shenjë zjarri, shikoj që 3 shkopinjt tregojnë pak energjinë e ujit. Pse? Sepse kanë atë avullin në letër. Shikoj që ti po bën mjaft planifikime, je në një fillim të ri në jetën tënde, në një cikël të ri në jetën tënde dhe po vepron. Por shikoj që duhet të ndjekësh kursin e dur, rrugën e dur, sepse duhet të dish, sepse vërtet ti e shikon me sy këtë ndërtesën, por ti nuk di se çfarë rrugë të ndjekësh, sepse këtu ka ujë, edhe ke dhe gurë, por ti nuk e di saktë nga të kalosh dhe nuk e di se çfarë të pret, sepse ke frikun e rrezikut të së ardhmes. Por duhet ta zbatosh sepse je detyruar për të arritur tek ajo deri që të hapësh atë derë. Gjithçka në jetë fillon nga hapat e tu të parë dhe gjithçka do fillojë sepse unë e di shumë mirë që ti do shpërblesh. Unë e di shumë mirë që ti do marrësh vendimet e dhura. Por nuk do keni edhe disa pengesa. Këto pengesa në këto 3 muaj janë pengesat që ti duhet të dish të zgjedhësh ëndrat e tua për të ardhmen. Dhe tu shikoj që çfarë të ka penguar deri më sot për të hedhur këtë hap, çfarë të ka mbajtur ty larg ëndrës tënde, sepse është vetëm një hap është, një hap. Pavarësisht ti shikon kështu dhe thua si ta gjej rrugën unë për të arritur deri atje, por në të vërtetë është thjesht një hap, asnjë gjë më shumë. Unë e di që ti do ta gjesh këtë hap. Unë e di që do të dish ta hedhësh këtë hap në jetën tënde. Okej, pse? Sepse këtu kemi asin e monedhës që të tregon fillime të reja, je duke hedhur një farë në jetën tënde, je duke mbjell një farë në jetën tënde në lidhje me anën materiale këto 3 muaj. Shikoj që do bësh diçka që do të jap shumë lulëzim. E verdha portokallia shkëlqen në këtë letër dhe shikoj që llamba e monedhës këtë moment po e vadit me pasion këtë udhëtimin sepse disa, siç e tham dhe pak më lart, kemi një udhëtim në ditët në vazhdim. Shikoj që ka të bëjë edhe me shëndetin. Shikoj që ju duhet të bëni pak kujdes me shëndetin sepse 8 kupat, më falni, më tregojnë që ka disa probleme me shëndetin, por ti ke filluar të lulëzosh pak e nga pak, është ajo lëvizja që ty të ka trembur të jetën, por tani ka ardhur momenti që ti të ndjekësh atë rrugën tënde, sepse nga një anë thoshe vetes tënde që përse e bëra këtë dhe nga ana tjetër thoshe a e mora vendimin e dur për të vazhduar për të ecur përpara, por me sa shikoj këtu ke studiuar shumë gjëra në jetën tënde, ke arritur deri këtu. Pse? Sepse koha të ka treguar çfarë ëndrash duhet të kesh në jetë, duhet të bësh ëndrat që dëshiron dhe të gjesh stilin e jetës tënde. Se jeta të tregon që ti tani duhet të bësh një ndryshim. Ndryshimi është te 9 kupat, okay? 9 kupat më tregojnë që ti ke një rrugë të hapur drejt së ardhmes, është një ëndër që po të plotësohet, është një ëndër që ti ke shpresuar për një kohë të gjatë për të arritur drejt qëllimit. 9 kupat na tregojnë që po përfundon për disa një cikël dashurie, ose një marrëdhënie ose një martesë, po merr fund. Unë tu shikoj me 9 kupat që ti në këtë moment ke shpresuar që kjo situatë të mbyllet, por në kulmin e kësaj letre shikojmë që ke shpresuar dhe ke besuar në intuitën tënde. Këtu shikoj që ke filluar të udhëtosh me veten tënde dhe je duke përmbushur disa gjëra në mendje. Çfarë dëshirash, çfarë dëshiroja, çfarë manifestova dhe çfarë kam në jetën time. Dhe këtu shikoj që ti duhet të thuash që unë jam ende këtu dhe objektivat për jetën time i kam përpara. Disa nga ju mund të bëjnë një lëvizje në jetën e tyre, por mund të bëjnë një lëvizje drejt një shtëpie. Mund të marrin një shtëpi ose mund të ndrojnë një shtëpi apo mund të kenë një plan për të blerë shtëpi. Për këtë gjë duhet meditoni, duhet manifestoni sepse kemi dhe hënën e plot në akrep që na sjell shumë gjëra të bukura, na sjell një ndryshim dhe shikoj që keni mundësi të reja në dëshirat tuaja. Shikojmë që prapë 7 kupat, juve që keni mbushur vetëm me kupa juve shenjat e ajrit. Letrat janë shumë pozitive,
Shikoj që ti po paraqit mundësi të mrekullueshme, këtu kemi shumë mundësi. Je duke u shfaqur drejt asaj që ti kërkon vetëm një zgjidhje në jetën tënde dhe një zgjidhje ke për ta marrë. Shikoj që është pasuria materiale për shumicën nga ju që keni zgjedhur këtë moment. Shikoj që mirëqenia emocionale dhe shëndeti janë plani A, por nga ju varet çdo gjë në jetën tuaj. Jeni ju ata që duhet kujdeseni për veten tuaj, ju duhet të kujdeseni për të patur më shumë gjëra të reja, por këtu shikoj që disa nga ju do manifestojnë akoma për dashurinë, për personin që kanë në zemër, sepse ti ke një vullnet të lirë këtë moment dhe dëshiron që të sjellësh atë person në jetën tënde. Kupat simbolizojnë elementin e ujit, përfaqëson emocionet e tua dhe je fokusuar thjesht tek ai person. Këtu unë do të them që ti je personi dhe duhet ti drejtohesh me zemër atij personi dhe të bësh një zgjidhje të saktë. Duhet të meditoni, të bëni një listë të gjërave që dëshironi, të manifestoni për të sjellë gëzim në jetën tuaj, pastaj të reflektoni për atë që ju sjell më shumë gëzim. Besoj intuitës tënde dhe bëj atë që është më mira për ty. Këto parashikim e kemi për shenjat e ajrit, që është binjaku, peshorja dhe ujori. Duhet të bëni manifestime, por në këto manifestime duhet të bëni dhe kujdes. Okay? Duhet të bëni kujdes. Pse? Sepse 7 kupat na tregon që duhet t'i besojmë intuitës tonë. Por do keni dhe një rikthim. Në këtë rikthim që do keni pak pasoja, për arsye sepse princi i kupës, siç e thashë pak më lart, princi i kupës kërkon që të rregullojë një marrëdhënie toksike që ka qenë dhe ai tregon sikur është i dashuruar me ju, por është një person që e kërkon tani këtë gjë, nuk të lë kohë të marrësh një vendim, nuk të lë kohë për të menduar më shumë. Por unë do të thosha që më mirë është të bësh një listë çfarë do në jetën tënde dhe të zgjedhësh. Okay? Sepse Princi kupës po të tregojnë që ai është impulsiv, po e them edhe një herë, kalorësi i kupës është impulsiv, është i vrullshëm, gjithmonë ka një gjë të keqe në jetën e tij, gjithmonë, dhe kjo letër u tregon që duhet të ngadalësosh pak marrjen e vendimit kur ai të rikthehet. Sepse këtu kemi rikthim. Këtu kemi një rikthim dhe ky person do të bëj ty të kthesh në kujtimet e vjetra. Të uroj një dëgjim të këndshëm kudo që jeni dhe vazhdojmë nesër me parashikimet me shenjat e tjera. Ju uroj një javë të bukur dhe inshallah Zoti të këtë 3 mujor të keni veç mbarësi. Mirupafshim.